Qeveria në detyrë e Kosovës ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasëve të vendeve të treta në Kosovë në përputhje me kushtet e paracaktuara, raporton Radio Europa e Lirë. Përgjatë një periudhe njëvjeçare deri në 50 persona mund të zhvendosen përkohësisht me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e origjinës. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet me mundësinë për të përzgjedhur individ nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik, deklaroi përparim kryeziu zëdhënës i qeverisë në detyrë i Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar më 6 qershor se vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dobimin e shtetasëve të huaj pa status të rregulluar. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për t'i dhënë fund krizës së emigrimit të paligjshëm dhe masiv, theksoi Dash, duke shtuar se zbatimi i politikës së emigracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij.